Kryetarja e komunës së Tetovës Teuta Arifi bëri të ditur se me këtë investim u jepet fund vështirësive në qarkullim që kanë hasur banorët e kësaj lagje dhe se trafiku nga xhamia e Pashës e deri tek shkolla e mesme tekstile do të jetë më pak i ngarkuar dhe qarkullimi do të lëvizë pa vështirësi. Asfaltimet në infrastrukturën rrugore sipas kryetares Arifi do të vazhdojnë edhe më tutje dhe çdo taks të qytetarit do ta përkthejnë në investime. Një prej rrugëve e cila po ashtu për ne ka qenë shumë e rëndësishme që të mbrim në një fazë të rikonstruimit pak më detaj. E them këtë për arsye se ne çdo vit këtu kemi bërë riparime, mirë po për shkak të vjetërsisë shumë të madhe edhe kohës së gjatë të pa intervenuar, domethënë vendosëm që të bëjmë domethënë një asfaltim komplet të ri. Bëhet fjalë për gjatësi prej 300 metrave, gjerësia e rrugës është 7 metra. Ndërkohë një qytetar për momentin ka debatuar me kryetaren Arifi për mënyrën se si shkojnë punët në këtë rrugë. Rruga Vëllezrit Miladinovi ka qenë një ndër më të dëmtuara, duke u harruar disa herë nga autoritetet komunale, por për fat të keq, njerëz të papërgjegjshëm me zor gome gati se gjithë ditën kanë lëshuar ujin të rrjedh duke gërryer asfaltin.